Allahu mund me ta marrë shpirtin çdo moment. Allahu mund me të vdekë çdo moment. Dhe ti nuk ban me lut me këtë afat. Nëse Allahu na ka kriju këtë dunjë vetëm për me adhuru Zotin xhelel xhelalu. Kërejt arsye çka i nxjerrin njerëzit se Allahu na ka pru këtu me punu, me gjallnu, pallavre. Wallahi pallavre. Ata nuk e njohin hakikatin e madhështisë Allahu te bareke ve teala. Na kena ardhur këtu me adhuru Zotin xhelel xhelalu për asgjë tjetër. Kërejt ta gjërat që na i bajnë këtë dunjë janë pjesë të jetës, por nuk janë qëllimi i jetës. Nuk janë ndërtimet, nuk janë gjelbrimet, nuk janë as një sen për izbavitje çka i kena në jetën e kësaj bote. Andaj Allahu këtë dunjën e ka thujt laibun wa lahun. Kjo këtë loja juve. Loj, para mëse këtu him politika, ekonomi, luftra, armë, këtë, Allah thot laib. Këto lutje. Dhe ata të mëdhoj çka janë kryemoj e dinë se këtë loja. Këtë loja. Hakikati jo është ajo që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hakikati është se na kena me dek dhe kena murin gjallë. Dhe vëzër, ai që jeton me këto ndjenja nuk mundet me lut me jetën e vet. Ai që jeton me këto ndjenja vëzër nuk mundet me ik namazit. Apo nuk mundet me ik namazit. Ai që e di se mundet me ra me flet, edhe që shton te Abu Darda dhe e shavet në ahiret, ai nuk mundet me ra pa abdes. Nuk mundet me ra pa i pas fal 5 vakt namaz edhe me fal vitrin. Nuk mundet me ra pa bë dhikr. Sa i ka mundsi pikë dunja vëzër, shtrati tjetër në ahiret. Elush me Allahu na mëshiron. Mirë po nuk va me bëj gara me këtë gjëra. Janë më serioze të botë çka mund të më kanë. A ka më serioze se diçka që kjo? A ka më serioze diçka se sa ti kimë dek? Si lëp shtilla çish duhet bane. Shkon deri në çajtore me hub muhabetin kitse. Shkon luj letra gjithë natën. Kishe me hub muhabetin. Kimë dek, kanë me tor çati kanë me të morr. Ti çfarë dush? Ti çka dush ban? Si dush shir filma gjithë ditën, apo? Keni vado, thotun surri pa filma, na e dim ku e ki filmin kët. Ti filmin e ki te filmat për mi ik realitetit. Krejta gjëra dhe zërë Allah dhët laib, po luni, po sillëli. Dhalike ma kun të minhu të hid, ke hik dhe tash pi dekës. Dhe zërë na musliman duhet balavachohi me realitetin. Apo, po dhe disa për njët pra thonë, po në zban mi tut, fmi të ja u përmejmë vdekën. Vdekja dhe zërë nuk ka tut, që ka duhet mja, nuk jetu ka zut i vampira ati. Jo. Vdekja hakikat. Sikur që ka linë njeri, i thuk që jera gjallë janë ti ki me dekë. Na komplet këna me dekë. Njën dhe të mos e tut. Ka dojt drejt që shtu të na ba neve hajgare njerëzit, na e na ba qfar të cunguar ka krija, të cunguar ka shpirti, dhe kujtona se qfar kujtona se s'kena me dek fare. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdh dhe ju ka zë njerëzve hakikatin. Li mithli hadha al-yawm fa'iddu, bëhni gati kejt bashk për një ditë